Tre anijet e Global Sumud Flotilja kanë mbërritur në Vlorë pas udhëtimit përmes Adriatikut nga Brindisi, duke sjellë në Shqipëri aktivistë shqiptar, italian dhe ndërkombëtar që synojnë t'i bashkojnë protestës së flamingove. Mbërritja në brigjet shqiptare vjen 35 vjet pas eksodit me anien Vlora, ndërsa organizatorët i kanë dhënë udhëtimit edhe një simbolik historike. Këtë herë Adriatiku është përshkuar në drejtimin e kundërt nga Italia drejt Shqipërisë. Misioni synon të mbështesë aktivistët që kundërshtojnë projektin turistik të planifikuar në ishullin e Sazanit dhe të lidhur me Jared Kushner, ëndrrin e presidentit amerikan Donald Trump. Nga Brindisi drejt Vlorës. Tre anijet u nisën nga porti i Brindisit pas një dite aktivitetesh politike, kulturore dhe solidariteti. Në bord ndodhen përfaqësues të Global Sumud, aktivistë të diasporës shqiptare, italian dhe pjesëmarrës nga vende të tjera. Mes emrave të bërë publik janë Toni La Fikirela dhe Yazan Isa nga Global Sumud, si edhe Detjon Begaj, këshilltar bashkiak në Bologna, dhe drejtuesi i grupit Koalicione Civica, me origjinë nga Vlora. Për Begajn, kalimi i Adriatikut ka edhe një dimension personal dhe historik për shkak të lidhjes me emigracionin masiv të shqiptarëve drejt Italisë në fillim të viteve 90. Pas mbërritjes në Vlorë, aktivistët pritet i bashkohen protestës së flamingove. Në qendër të kundërshtimit është projekti i propozuar për zhvillimin turistik të Sazanit. Aktivistët e paraqesin kundërshtimin e tyre si një çështje që lidhet me mbrojtjen e territorit, mjedisit, vijës bregdetare dhe përfshirjen e komuniteteve në vendimarrje. Sipas agjendës së bërë publike, në mbrëmje është parashikuar pjesëmarrja e diasporës dhe flotiljes në protestën në Vlorë, ndërsa 22 gusht aktivitetet pritet të vijojnë me takime me komunitetet e zonës Vjosnar dhe me një protest në Tiranë. 35 vjet pas anijes Vlora, organizatorët e kanë lidhur simbolikisht udhëtimin me një nga episodet më të njohur të emigracionit shqiptar. Më 8 gusht 91 ania Vlora mbriti në bari me mijëra shqiptarë që largoheshin nga vendi. 35 vjet më vonë, aktivistë dhe përfaqësues të diasporës kanë përshkruar të njëjtin det në krahun e kundërt, duke u nisur nga brigjet italiane dhe duke mbërritur në Vlorë. Global Sumud, e njohur për mobilizimet e saj në mbështetje të Palestinës, e paraqet misionin në Shqipëri si një zgjerim të formës së protestës dhe solidaritetit përmes udhëtimeve detare. Me mbërritjen e tre anijeve në Vlorë, mobilizimi rreth Sazanit merr edhe një dimension ndërkombëtar, ndërsa aktivistët e ardhur nga Italia pritet u bashkojnë protestave të planifikuara në Shqipëri.